Çfarë do thot për ty ky moment rilind? Ka qenë gjithmonë ambicjet e tua që të arrije në këtë nivel akademik apo erdhi natyrshëm pastaj? Si arritëm deri tek doktoratura? Po, tash nuk mund të them nëse kam pasur si synim që në fillim fare, mirë po mendoj se një rol me siguri kanë pasur inkurajimet dhe fjalët e mira të shumë profesorëve universitarë dhe profesorëve të shkollës mesme, të cilët më kanë inkurajuar në një farë mënyrë dhe më kanë dhënë si obligim në një farë jo zyrtar, sikur që ja prej me e pritet diçka më shumë. Dhe to dhe nga familjarët e shumë është dalluar xhaxhain botuesi Azam Dauti, që vazhdimisht më ka inkurajuar dhe që t'ja filloj studimeve atëherë në semestrin në vitin akademik kur ja fillova. Dhe pastaj edhe vazhdimisht më ka inkurajuar që ja sa më shpejt ta kryej edhe disertacionin, për cilin ishte një ngarkesë shumë e madhe se ç'ma ka marrë mendja. Gjë që më detyroi krijimtarin ta lë anash, leximin për kënaqësi ta lë anash dhe të përkushtohem leximit të punimeve shkencore dhe konsultimin e librave për disertacionin. Pastaj u detyrova të lë dhe të bëj një pauzë gjatë edhe nga publicistika. Dhe normal, kret gjithçka edhe me stuhitë e jetës me të cilat përballet njeriu. Prandaj mbrojtja e disertacionit ishte një lehtësim i madh dhe një triumf personal, kështu.